Shkodra në vitin 2018 u përfshi nga një kasaphane vërtet. Shpërthime në sheshe publike me eksploziv. Vrasje e zhdukje pa name një shan personash. Askush nga organet policore dhe gjyqësore nuk po kuptonte fillimisht se çfarë po ndodhte. Të gjithë mohojnë përfshirjen dhe të gjithë ndërkohë dinin se çfarë po ndodhte, por askush nuk pranonte të fliste, në një kod heshtje që synim nuk kishte pranimin e gjendjes, por zgjidhjen privatisht dhe sipas zakonit të këtyre ngjarjeve. Nga ana tjetër, shteti, ato segmente të shëndetshme të tij, u vu në lëvizje pavarësisht se informacioni mungonte dhe askush s'kishte dëshirë të bashkëpunonte. Por përpara se të sqarojmë se ku e mbështet sot akuzën SPAK pas 7 vitesh për vrasjen e Fatbardhlicit tek të dyshuarit Asmer Bilali, Safet dhe Behar Bajri, do i vendosim fillimisht ngjarjet në kontekstin e hetimeve dhe zhvillimeve të ndodhura në qytetin verior të Shkodrës në vitin 2018. 13 janar, atentati ndaj Lulzim Ademit Kullës. Me 13 janar të vitit 2018, një shpërthim i fuqishëm eksploziv i tronditi të gjithë qytetin e Shkodrës. Epiqendra e shpërthimit të telekomanduar në distancë paradite në orën 10:34 kishte qenë zona e markatës së Rusit, rruga Pogej në lagjen Partizani. Të paktën 8 persona të plagosur rënd, ku mes tyre ishte edhe objektivi Lulzim Kulla alias Ademi. 42 vjeçari ishte dhëndri familjes Lici. E më konkretisht, Lulzim Kulla ishte martuar me motrën e Mustafa, Sokol dhe Fatbardhlicit. Për këtë ngjarje, prokuroria tha se kishte arritur të identifikonte 3 prej personave që kishin ndihmuar apo marrë pjesë si autor të ngjarjes. Bëi fjalë për 3 të rinj nga Elbasani, Sergjo Tetën, Argel Luljen dhe Endri Çopja, ky i fundit lidhje shoqërore e Suel Çelës. Si personin që kishte shtypur telekomandën e minës, policia dhe prokuroria dyshuan ish punonjësin e policisë Boran Breçana. 15 korrik 2018, vritet ish polici Boran Breçana dhe Silvin Doci. Teksa po ktheheshin për në shtëpi me mjetin e tyre Mercedes-Benz me targ AA 006HA, ish punonjësi i policisë Boran Breçana, 30 vjeç, dhe bashkëjetuesja e tij Silvin Doci, 25 vjeç, sapo ndaluan mjetin u qelluan 23 herë me armë zjarri automatik. Në automjet ndodhej dhe djali i tyre rreth 1 vjeç, i cili i shpëtoi pas një lëndim plumbave pasi ishte në sediljen e pasme. Ngjarja ndodhi në vendin e quajtur Rruga e Gjerë, bulevardi Bujar Bishnaku në lagjen Naim Gjulbeku, pranë shtëpisë së çiftit. Hetuesit në atë kohë nuk arritën të siguronin asnjë dëshmitar që kishte dëgjuar krisma. Për këtë ngjarje u aludua se qitës kishte qenë Ibrahim Lici, por asnjëherë nuk u gjetën prova dhe nuk u ngrit akuz. Ai mohoi të kishte qenë autori. Sipas SPAK, Breçana dhe Ndoci janë vrarë në kohën që ktheheshin për në banesën e tyre, ku nga pamjet filmike të marra nga vendi i ngjarjes, rezulton se vrasja është kryer nga një person, i cili është afruar në momentin që ata kanë parkuar mjetin pranë banesës dhe ka qelluar në drejtim të tyre me armë zjarri automatik, duke u shkaktuar vdekjen. Pas kryerjes së vrasjes, personi është larguar me vrap. Sipas procesverbalit të kqyrjes së pamjeve filmike të marra nga vendi i ngjarjes dhe akt ekspertimit, rezulton se personi i cili ka qelluar ndaj tyre ka gjatësi 175-180 cm dhe për shkak të cilësisë së pamjeve sipas hetuesve, bëhet i pamundur përcaktimi të dhënave të tjera identifikuese. SPAK thot se Boran Breçana ka qenë punonjës policie deri disa muaj para ngjarjes. Ai ka qenë njohje e personit nën hetim Behar Bajri dhe shtetasit aktualisht të ndjer Gjim Boriçi. Ky i fundit i vrarë me datën 9 gusht 2020 dhe për këtë vrasje akuzohet ndër të tjera personin nën hetim Behar Bajri, çështje e cila aktualisht është në gjykim pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Spak shton mëtejse në lidhje me vrasjen e Boran Bërçana, personi nën hetim Behar Bajri ka dyshuar tek shtetasi Ibrahim Lici, djali i Mustafa Licit. Për këtë shkak, personi nën hetim Behar Bajri, në bashkëpunim të veçantë me personat nën hetim Safet Bajri dhe Asmer Bilali, ka organizuar në muajin gusht të vitit 2018 vrasjen e Fatbard Licit, xhaxhait të Ibrahim Licit. Spak pretendon se vrasja e Fatbard Licit është kryer nga personat nën hetim Asmer Bilali dhe Safet Bajri, ku ekzekutuesi drejt për drejt i tij dyshohet të ketë qenë Asmer Bilali. Si u përgatit, përse dhe si ndodhi vrasja e Fatbard Licit sipas versionit të Spak? Prokuroria thot se ngjarjet e rënda kriminale të ndodhura në Shkodër përgjatë vitit 2018 dyshohet se janë kryer në kuadër të konflikteve të hershme ndërmjet familjeve Bajri dhe Lici. E më konkretisht, le të ndalemi tek vrasja e Fatbard Licit, ngjarje për të cilën në shkurt të vitit 2025, gjykata e posaçme me kërkesë të Spak ka nxjerrë vendimin për caktimin e masës arrest në burg për Safet Bajri, Behar Bajri dhe Asmer Bilali, të dyshuar të përfshirë në ngjarje. Mes të arrestuarve si bashkëpunëtore është arrestuar dhe e dashura në atë kohë Safet Bajrit, shtetësia nga Skrapari Eria Ago. Personat nën hetim Behar Bajri dhe Safet Bajri provohet kanë qenë në Tiranë me datën 9 gusht 2018 në shoqërinë e Gjin Boriçit, Denis Brajovic, Arjan Zogajt dhe Eria Ago, ndërsa personi nën hetim Asmer Bilali ka qenë në Velipoj Shkodër. Personi nën hetim Safet Bajri gjatë darkës i ka komunikuar Asmerit që të shkonte në Tiranë dhe ai është nisur nga atje në drejtim të Tiranës. Gjatë kësaj kohe, personat nën hetim Behar Bajri dhe Asmer Bilali janë përfshirë në komunikime të vazhdueshme me Ibrahim Licin, ku ka patur debat ndërmjet këtyre të fundit. Kjo pasi shtetasi Ibrahim Lici e ka akuzuar Asmer Bilalin se ka vjedhur rikat e shtetasit Arjan Zogaj. Në orët e para të mëngjesit, personat nën hetim Safet Bajri, Asmer Bilali dhe Eria Ago janë nisur drejt Shkodrës me 2 automjete, njëri markës Benz me targ AA 989TE në përdorim të Safet Bajrit dhe tjetri markës Volkswagen me targ AA 383PN në përdorim të Denis Brajovic. Në orën 6:11 ata kanë qenë duke kaluar në Lezhë. Personat nën hetim Safet Bajri dhe Asmer Bilali kanë shkuar në Shkodër, ku ata kanë përdorur një mjet të vjedhur të markës Benz ngjyrë gri me targ AA 760FX. Janë afruar tek vendi ku ndodhej lokali me qira i shtetasit Sokol Lici, ku çdo ditë pothuajse në të njëjtën orë shkonte dhe pinte kafe vëllai i tij, viktima Fatbard Lici, xhaxha Ibrahimit. Viktima ka qenë i ulur jashtë lokalit dhe pasi automjeti është afruar pranë tij, nga dera e pasagjerit ka zbritur dyshohet personi nën hetim, thot Spak, Asmer Bilali, i cili ka qelluar me armë zjarri në drejtim të tij, duke i lënë atë të vdekur. Më pas mjeti është larguar në drejtim të zonës së Dobraqit, ka hyrë në njërin nga kthesat ku ndodhet lokali i familjes Bajri dhe më pas është kthyer duke u larguar dhe mjeti është djegur po në zonën e Dobraqit. Spak thot se pasi personat kanë kryer vrasjen, personi nën hetim Safet Bajri ka qëndruar në Shkodër, ndërsa personi nën hetim Asmer Bilali është larguar menjëherë për në Tiranë së bashku me shtetasen Eria Ago. Pasi ka arritur në Tiranë, i ka kërkuar roje së parkimit në zonën e Ish Kinema Partizanit në Tiranë dhe ai ka komunikuar me Denis Brajovic, ku i ka bërë me dije se automjetin ja ka lënë dyshohet tek shtetasi Pullum Gjoga. Po ashtu, thot Spak, ai ka komunikuar dhe me personin nën hetim Behar Bajri, të cilit i ka kërkuar që ta zbriste dhe t'i linte çelçat. Më pas, ai është larguar në drejtim të Vlorës. Fakti që Asmer Bilali nuk ka përdorur telefonin nga momenti që është larguar nga Tirana deri në kohën kur ai ka loguar në Fier, si dhe largimi i tij i menjëhershëm tregon sipas Spak që ai ka qenë personi që ka qelluar me armë zjarri dhe këto veprime janë kryer prej tij në mënyrë që ai të mos kapej nga policia menjëherë pas ngjarjes për të shmangur konstatimin e gjurmëve të mundshme. Këto rrethana, thot Spak, rezultojnë të provuara nga komunikimet e shumta telefonike të kryera ndërmjet personave nën hetim dhe shtetasit Ibrahim Lici. Ditët më para dhe sidomos një natë para ngjarjes, nga komunikimet e kryera nga personi nën hetim Asmer Bilali me shtetasen Eria Ago,
si dhe nga tabulatet telefonike, pamjet filmike dhe vendodhjet e personave nën hetim. Në datën 10 gusht 2018, midis orës 7:03, në lagjen Guerril Shkodër është vrarë me armë zjarri Fatbar Lici. Viktima ditën e ngjarjes, si zakonisht rreth orës 7, ka shkuar në lokalin e quajtur Ballkan, i marrë me qira nga shtetasi Sokol Lici. Ai ka parkuar mjetin tip Audi me targ AA 881 dhe në kohën që ai ka shkuar tek lokali, përballë lokalit ka ndaluar një automjet i markës Benz, ngjyrë gri me targ AA 760 FX. Nga dera e pasagjerit ka zbritur një person i maskuar, i gjatë rreth 1,80 cm, i dobët, trupi rregullt, sportiv, i maskuar, i veshur me rroba të errta, me armë zjarri dhe ka hapur zjarr në drejtim të shtetasit Fatbar Lici, i cili ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Më pas autori ka hipur në automjet duke u larguar në drejtim të lagjes Rus. Automjeti është gjetur i djegur në fshatin Dobraç, rruga Hykaj, njësi administrative Rrethina Shkodër. Ky mjet thos pak rezulton i vjedhur me datën 5 dhjetor 2017 në Tiranë, sipas kallëzimit të bërë nga pronari i mjetit. Para se të shkojmë tek përshkrimi i ngjarjes, dinamikës së lëvizjes së mjeteve të dyshuarve para, gjatë dhe pas krimit, do të ndalemi tek disa përgjime të realizuara përgjatë 24 orëve para ngjarjes. Prokurori sqaron se për shkak të vrasjes së dy fishtë të ish policit Boran Berçana dhe bashkëtueses së tij Silvin Doci me 15 korrik 2018 kishte vënë në përgjim në muajin gusht të njëjtit vit numrat e telefonit të disa personave. Mes të përgjuarve me urdhër të prokurorisë së Shkodrës ishin vënë dhe numrat e telefonit të Ibrahim Licit, Behar Bajrit, Asmer Bilalit dhe Safet Bajrit. Konkretisht me datën 1 gusht 2018, ora 3:15 e pasditës, personi nën hetim Behar Bajri telefonon Ibrahim Licin dhe i komunikon se i ka çuar të fala, se nuk ka qenë në banesë kur i ka shkuar në shtëpi dhe se ka qenë rrugash. I ka thënë Asmerit që t'i bëj të fala. Me datën 8 gusht 2018, Ibrahim Lici telefonon Behar Bajrin, të cilët e quajnë njëri tjetrin kumar. Ndërmjet tyre zhvillohet një bisedë me karakter miqësor, ku dhe interesohet në lidhje me shëndetin e fëmijëve të shtetasit Behar Bajri, të cilët ndodheshin të shtruar në Spitalin Amerikan 2 në Tiranë. Në atë bisedë, Behari i thotë që i ka thënë Asmeri që Ibrahimi është sportist i mirë, ndërsa Ibrahimi i thotë që Asmeri është dhe sportist dhe sallaks. Ibrahimi pyet Beharin për një ngjarje në Shkodër, ku sipas pretendimeve është rrahur një shtetas që identifikohet si profe dhe që mund të bëhet fjalë për shtetasin Agim F. Nga biseda rezulton që këtë shtetas ta ketë rrahur Asmer Bilali dhe Tim Lisi, i cili sipas bisedës del që është person në kërkim. Gjithashtu në bisedë Ibrahimi thot Beharit që ky timi strehohet në lagjen tuaj dhe si përgjigje Behari pasi drejton sharje në drejtim të Tim Lisit, i garanton Ibrahimit që ai nuk mund të qëndrojë më në shoqërinë e tij për aq kohë që bën veprime të tilla kundrejt miqve dhe hera e fundit që e ka taku ka qenë dita kur ka qenë tata Mustafa Lici. Në atë bisedë Behari këmbgul përsëri që i ka thënë Asmeri është sportist dhe vrapin e ka shumë qef. Për këtë arsye Behari thotë që s'do ta besoj një gjë të tillë. Gjithashtu në atë bisedë Behari thotë që Asmeri nuk është shoku im, por i joti. Një herë vjen te ty, një herë te Safeti. Në bisedë Ibrahimi i thotë që Asmeri e paska bërë si person që rrefehet te prifti. Asmeri ka qenë shoku i tij, por jo më. Behari këmbgul që pasi janë bërë kumar, i thonë të tjerët që pse nuk të vjen kumara për vizit dhe kjo le hije dyshimi. Në përgjigje të kësaj, Ibrahimi thotë që atje ku rrin ti, vjen gjithkush që nuk i pëlqen, ndërsa po të vi Behari, dalin pin kafe e shëtisin ku t'i doj qefi Beharit dhe është i mirë pritur në familjen e tij. Me datën 8 gusht 2019, Ibrahim Lici telefonon përsëri Behar Bajrit. Në atë bisedë Ibrahimi thot Beharit që se ka zënë gjumin brëm për atë që i kishte thënë, që ishte sportist dhe se për çfarë bëhej fjalë, a për një muhabet që kanë bërë midis tij dhe Sirit, Sirian Alis. Behari ja konfirmon që po,
për të bëhet fjalë, por më mirë ta lër atë muhabet, pasi është gjë kot. Në vazhdimsi të kësaj bisede të përftuar, Ibrahimi këmbgul duke i thënë që në lidhje me këtë bisedë që është pyetur dhe është betuar i vjen keq që vazhdon të mos ketë besim, pasi janë kumari dhe duhet ja kenë besën njëri tjetrit dhe s'duhet të lejojnë njerëz të tjerë të futen me i prish marrëdhëniet. Në këtë bisedë, Behari bën të ditur Ibrahimit që ish shoku i tij Asmer Bilali, gjatë kohës që rrihte profen, shante me fjalë shumë të rënda në drejtim të dikujt, që sipas Beharit adresoheshin në drejtim të Sokolicit dhe fisit të tij. Ibrahimi e garanton Beharin që Asmeri nuk mund të shante fisin e tij, pasi e njeh mirë se kush dhe çfarë përfaqëson Asmeri, pasi ai ishte shumë i vogël dhe ai e kishte filluar karrierën me vjedhje rikash dhe mund të arrijë të rrihte me grushte. Kaq mundet ai, nuk mund të bëjë më tepër. Por pavarësisht këtyre gjërave, prap i vinte keq për Asmerin, pasi e kishte pas shok dhe s'ia donte të keqen. Behari sqaron se Asmeri nuk është shoku im, por i Safet Bajrit. Në atë bisedë, Behar Bajri vihet në dieni se rikat e vjedhura kanë qenë të shtetasit Arjan Zoga. Po në atë datë, subjekti tjetër i vendosur në përgjim në funksion të procedimit penal të vrasjes së shtetasve Boran Bërçana dhe Silvin Doci është dhe shtetasi Arjan Zogaj. Subjekt ky i vendosur si lidhje shoqërore e ngushtë e Behar Bajrit. Arjan Zogaj ka pas komunikime me shtetasin Denis Brajovic. Lënë të kuptohet që do të takohen te një lokal në afërsi të bllokut të ambasadave, te trau i hyrjes dhe pikërisht në lokal Koloseu. Në orën 6:40 minuta të datës 9 gusht 2018, Behar Bajri telefonohet përsëri nga Ibrahim Lici dhe ajo bisedë dyshohet të jetë zhvilluar me zë të lartë, viva voce. Konkretisht është zhvilluar biseda. Behari, o kumar, Ibrahimi, hëmër kumar, Behari, o kumar, ma thuj kur ja ka vjedh Arjanit rikat. Ibrahimi, këti ja ka vjedh, ja ka kaq heri, i ka kalu një mur një 10 metra lartë, a një 20 metra, ja ka vjedh rikat Behar, a i. Në sfond si pas prokuroris, dëgjohet një zile telefoni në tavolinën ku është Behari dhe Ibrahimi dyshon se bisedën po e dëgjojnë dhe të tjerë. Ibrahimi, e futi intrigën i tash, është 100%, por për me e fut, ta thash mos qaj kryet, thuaja dhe Asmerit dhe Arjanit. Behari, unë Asmeri nuk e kam shok vlla, unë me Arjanin jam rrit. Ibrahimi, po s'ka lidhje se ke shok, e fut ti atë, shok apo shok nuk i ke asnjë ti shok ata, dhe njërit dhe tjetrit ja thua ti të dyve. Behari, unë Arjanin e kam shok. Ibrahimi, e di që e ke shok. Behari, kurse atë, Ibrahimi, a ka hyrë Arjani te ajo gjitpëra, a e kanë zënë Arjanin gjitpëra, te bira e gjitpërës dhe qesh. Behari, Arjanin e kam vlla musliman. Ibrahimi, vlla musliman është ai besimtar. Behari, Arjani ka hyrë në shtëpinë time dhe kur dikë fut në shtëpinë time është diçka tjetër. Ibrahimi, po rikat pash zotin, një 2 rika jeshile, po qa kanë kenë, e di Arjani shumë mirë atë punë, po dyshon Arjani dhe te ky dhe te dikush tjetër, po ky ja ka vjedh, po ky. Behari, e pyeta atë ka hup në i rik, po më tha para një 4 vjetësh. Ibrahimi, po bravo një ashtu ka qenë. Behari, po jo në shtëpinë time, po diku tjetër. Ibrahimi, po të tia, qa di unë, ka përcyer një mur të lartë, kam hek keq me e ka përcy, dyshonte te Sidriti jo te Asmeri. Në atë moment, bie një zile telefoni në sfond dhe Ibrahimi dyshon se biseda po dëgjohet dhe nga ana tjetër. Ibrahimi, a e fute vlla lomshin, se lomsh dona, mos e qa kryt, se lomsh e dona. Behari, jo, Ibrahimi, po është gjë e vogël kjo, se çfarë po i bën Arjanit, se i ka vjedh 2 rika, po ulen e po pin kafe, se kanë interesat përbashkëta, s'prishën kollaj. Behari, po për kryt nënës nuk kam punë lomshi. Ibrahimi, po kanë interesa, nuk prishën për 2 rika, kanë interesat përbashkëta, i kanë dhënë informacione njëri tjetrit, njëri ai, e tjetri ky janë bën shok, nuk është se prishën për 2 rika, është gjë e vogël. Behari, shok nuk janë po. Ibrahimi, janë, të kam thënë unë ty, të kam thënë kur shkojnë njerëzit te prifti rrafehen mëkatësh, rrafehen gjithë farë, ka dhe zën shok të ri. Behari, jo mër kumar. Ibrahimi, e di kumara mirë ku pikon qatia, i nje kumara qarangat dhe mushkonjat, i nje mirë. Behari, s'digjon këtë punë.
Ibrahimi, e çfarë thot Kumara i ket sakta? Behari, kurse shoku jot ka qenë gjarë për ujë, është bërë gjarë për toke. Ibrahimi, a e di çfarë ka qenë ai? Unë e kam dashur fort prap. Behari, ka qenë gjarë për ujë, është bërë gjarë për toke, i është forcu helmi. Ibrahimi, gjarë për e kam bërë unë Morgumar, a i kur s'mund me më kafshu mu, është shumë i vogël, jo Morgumar, nja qasa të kafshon ty Daku, nja ty me u prish me ty, nja aq sa të kafshon ty a i dhe kush do në Shkodër. Behari, jo mër jo. Ibrahimi, ku kanë me zënë mua, apo me më thirë për kafe nuk i shkoj, a me më thirë për nëj muzik nuk i shkoj kujt Kumara, se nuk i dihet. Behari, mos i shko kujt Kumar dhe mos ja kthe shpinën Kirasit. Ibrahimi, e në për kafe e në për shpia nuk i shkoj kujt për kafe, se aty nuk ka gjona ndorë Kumara. Behari, jo normal, për mua u bëfshi 100 vjeç Kumar. Ibrahimi, edhe ti për mu, se jam Kumar e djalit tat. Behari, kam qef me ndje mirë për ty, por janë disa njerëz që janë gjarë për ujë, bëhen gjarë për toke, u forcohet helmi, nuk kam gjë tjetër me të thonë o Kumar. Ibrahimi, e di Morgumar, po nuk ka brum Morgumar, duhet me pas në rrajnë, a ke një, dardha me ranë në dardh, a kupton, a ka helm Bal Bilali, nuk ka ku me marr helmin, ka nej vagabond 6 mujor e me urrah me nojnë boks, me urrah me nojnë ngrusht, ma tepër nuk përbën kush kërcënim për mua Kumar. Behari, nuk është shoku im. Ibrahimi, e di sa shok e ke. Behari, jo nuk është shoku im për mu. Ibrahimi, e ke pas një 2 javë, apo një 3 javë, se ke ardhë me ma lavdu Kumar, se ma ke lavdu pak si tepër. Behari, normale ka pas qef robi me i dit, kam pas dash me i dit disa gjana. Ibrahimi, ke pas shok disa dit, se ma ke lavdu pak si tepër, por tash ka ndru mendim Kumara, unë kam pas ndryshu mendim, dhe ja kam thënë atë dit të shtëpia ime, kur thash ty, me ma thirë. Kam detyrime për ty dhe s'kam keq me ty, një të ja kam kallëzu, se a i ka mendu se unë di pak për të, por ka gabu, se unë di më shumë për të, por ja kam kallëzu, që s'kam keq me ty, një kaq. Pse nuk kam keq, kam hangër buk me të. Kam detyrime për të dhe është shumë i vogël me përba rrezik për mu. Për një këta gjona, mos ketë ke njëra nga këto 3, do t'ja kisha thonë ai gjë tjetër. Behari, apo ma një gjë një fjalë. Ibrahimi, e kuptoj. Behari, ati se nuk e kam shok. Ibrahimi, jo më inshallah nuk një keq për të. Se ndoshta shok nuk e kam, me thënë drejtën, por detyrime kam pas për të para. Mbrapa inshallah një vetëm mirë, por si ka hy kësaj rrugë rrah një tjetër, ka me rënë në i burg. Behari, shok nuk e kam. Ibrahimi, marr vesh. Behari, për mua vlla rrah njerëz lart e poshtë. Ibrahimi, gjyna se ka hyrë në rrugë të keqe. Behari, vari. Ibrahimi, çfarë kena me i bo mo Kumar? Behari, po. Ibrahimi, si më the për ata atje që nuk qarave, ashtu janë ata, ben pa mark. Behari, nuk ka burr Kumara, e deri dje ka nejt me ty dhe ka ardhur te na, dhe nuk më intereson puna e tij hiç, nuk më intereson puna e tij hiç ati. Ibrahimi, a më ke thënë ka hangër e më ka kallëzu vetë tana. Mi ke thënë ti dhe si ka dasht me hangër me 2 lugë. Dhe ja kam thënë atë ditë që të thash thire. Ja kam thënë që s'kam asgjë me të. Ka halte tena se kam pas detyrim për të. Behari, a i rrin me djemtë e axhës mi, se mua nuk më intereson fare për të. Ibrahimi, as mua s'më intereson, por s'ka qenë djali keq. Behari, por duke rrah njerëz rrugëve se nuk e ka mirë. Ibrahimi, nuk e ka mirë. Behari, e duke ju thënë. Ibrahimi, e di veda i punde veda. Behari, tu i rrahe duke ju thënë a ju ka fol kush keq për mu. Ibrahimi, për çfarë i ka thënë kush aty? Se me ken, a i kishtë thënë me emra, e po s'ka pas një gjë mu, e kap keq atë gjë, po me pat përmen emra e ke pas par punën e ti. Pa i normal që do t'i thonë a i dikush e ka fly, po dikush e ka fly. Po s'më ka borxh mua i, se kush e ka fly, nuk më ka borxh gjë mua. Behari, vari. Ibrahimi, nuk më ka kur borxh. I kshu puna Arianit.
Inshallah nuk po I bëjnë bam. Behari, Kumar. Ibrahimi, inshallah nuk po bëjnë bam. Behari, dhe po ja ka vija dhe rikat mirë nuk ka bërë, por për një rik nuk ka çfarë me I thënë. Ibrahimi, inshallah s'po I vjedh më për nerë, ka që gjë nuk është se ka bot dëm të madh. Behari, po pra normal. Ibrahimi, mirë mor Kumar, hajde natën ja kalofsh mirë. Behari, natën. Si pas pak në këtë bisedë të përftuar vihet në dini dhe shtetasi Arjan Zoga në lidhje me një vjedhje të bërë kundrejt tij dhe pikërisht të 2 ose 3 rikave. Në këtë biseda vihet re se personi nën hetim Behar Bajri kërkon të konfliktojë Asmerin me Ibrahimin. Biseda e zhvilluar ka qenë me zë të lartë, pasi e dëgjojnë dhe të tjerë, shtetasi Ibrahim Lici e kupton këtë gjë dhe biseda merr tjetër karakter, pasi të 2 personat pozicionohen në gjërat që thonë. Gjithashtu në kontekst të kësaj bisede, shtetasi Behar Bajri duket sikur kërkon ta vërë në dieni për ndonjë gjë që mund të ndodhë, pasi e këshillon të mos ja kthejë shpinën lagjes së tij, Kirasit, se shokët janë forcu, nuk janë më ato që ka njohur. Në orën 7:47 të pasditës, të njëjtës datë, 9 gusht 2018, Safet Bajri telefonon Asmer Bilalin. Në bisedë sipër, pasi e pyet se ku është, I thotë që kur të vi në Shkodër duhet me e taku pak patjetër. Asmeri tregon se është në velipoj me një shoqe dhe I thotë që në rregull, sapo ti jesh në Shkodër, takoheshin. Në orën 9:11 të mbrëmjes të po asaj date, Safet Rustemi dhe Asmer Bilali zhvillojnë një bisedë. Safeti kërkon që të niset për në Tiranë pasi donte ta takonte dhe më pas të ktheheshin bashkë për në Shkodër. Asmeri I thotë që po niset direkt në atë moment. Në orën 10:20 të mbrëmjes, Safet Rustemi dhe Asmer Bilali zhvillojnë një tjetër bisedë, ku Safeti e pyet që a është nis. Asmeri tregon që është rrugës e po vjen, por I thotë që më pyetja I shoku me mjekër e me muskuj dhe se a e ke takuar, se ashtu ishte një punë. Safeti përmend emrin e Bardhit dhe I thotë që a është këtej Bardhi, por më shumë I duhej Asmeri në Tiranë. Në atë bisedë sipas pak, tallohet se Safeti është në tavolinë me shumë njerëz, pasi dëgjohen biseda dhe të qeshura. Në orën 23, Asmer Bilalin tenton ta komunikojë përdorësi I numrit telefonik celular me 701 në fund, por nuk zhvillohet bisedë pasi Asmeri nuk hap telefonin. Në orën 23:15, Asmer Bilali telefonon përdorësit të numrit telefonik celular me 701 në fund. Në telefoni përgjigjet shtetasi Denis Brajovic, I njohur nga zëri shprehet spak, I cili I thotë që I këtu jena të të prit tash 1 orë, por telefonit të tij I kishte rënë Behari dhe jo Denisi. Asmeri thotë që po vi, afër ishte. Në orën 00:13 të datës 10 gusht 2018, Asmeri telefonon përsëri përdoruesin e numrit telefonik celular me 701 në fund. Në atë numër përgjigjet përsëri shtetasi Denis Brajovic dhe I thotë që të takoheshin te Sharmi te parkingu. Në bisedë, Asmeri I thotë që po vjen dhe Behari. Shtetasi Denis Brajovic I thotë që aty do të vi dhe ai. Gjatë kohës që janë të gjithë së bashku, numrit të Asmer Bilalit tentojnë t'i bien 2 numra të tjerë, por që nuk hapen nga subjekti. Konkretisht, numrat me 527 në fund, I cili I ka rënë më shpesh. Ky numër, sipas shkresës së ardhur nga kompania celulare, rezulton të jetë I gjyshit të Asmerit dhe një numër tjetër me 239 në fund. Në orën 00:57 të datës 10 gusht 2019, Ibrahim Licit I telefonon përdoruesi I numrit telefonik me 701 në fund, ku përdorues tashmë I këtij numri sipas pak është Asmer Bilali, ku është përftuar kjo bisedë. Ibrahimi, alo. Asmeri, hëmo Ibrahim. Ibrahimi, hëmor, po ti. Asmeri, qa bone, si kalove? Ibrahimi, mirë, qa bone ti, porim. Asmeri, hëmo, amnin, dhe vazhdon si pas pak të shtyp butonin e telefonit për të ngritur volumin. Ibrahimi, tuni jam. Asmeri, qa njiva pun rikash? Diqa ja fusin kot, qa është puna? Ibrahimi, kush ja fut kot? Asmeri, Ibrahimi, cili? Asmeri, anin më. Ibrahimi, tuni gjuja mor Asmer. Asmeri, më duket se nuk ke val.
Ibrahimi, cili ja fut kot? Si? Ibrahimi, cili ja fut kot? Asmeri, pun rikash, diça më than, pun rikash. Ibrahimi, kush tha, cili ja fut kot? E po të them vet. Asmeri, një këshu më than, diça njiva. Ibrahimi, më thuj kush tha e po të them. Asmeri, po Behari më tha mo. Ibrahimi, Beharit po, i kam fol vet punën e rikave. Asmeri, çfarë është ky muhabet? A i the ti gjë çfarë? Ibrahimi, po unë i kam thënë. Asmeri, e çfarë ishte kjo? Ibrahimi, si çfarë ishte? Asmeri, kjo puna e rikave. Ibrahimi, puna e rikave, ke marrë do rika në një vend, ke fillu një këshu me rika dhe pastaj nga rikat ke fillu ma gjatë, një këshut, një këtë kam thënë. Asmeri, po mirë, po çfarë janë këto muhabete? Ibrahimi, po kot për qef. Asmeri, për qef? Çfarë don me thonë me këtë muhabet? Ibrahimi, çfarë ke qef me të thonë unë ty? Asmeri, me thonë atë çfarë ke thënë ti, s'po du gjo ma tepër. Ibrahimi, tana me kallzo, çfarë ke thënë ti? Asmeri, çfarë kam thënë unë? Ibrahimi, kam thënë pak, kam thënë gjan që si me thonë me kallzu se kush je ti, jo për ma tepër. Asmeri, po mirë, arsyet pse? Ibrahimi, arsyet i ke thënë ti, ta po t'i them, hajde takohemi e t'i them arsyet e pa arsyet. Asmeri, arsyet. Ibrahimi, jo i këshu në telefon. Asmeri, po mirë në rregull. Ibrahimi, po. Asmeri, po më mirë mo, hajde se flasim. Pas kësaj bisede, thot Spak, shtetasi subjekti përgjimit Ibrahim Lici tentohet të telefonohet përsëri nga i njëjti numër, po subjekti nuk e hap. Në orën 1:15 të datës 10 gusht 2018, shtetasi Ibrahim Lici telefonohet sërish nga përdoruesi i numrit telefonik celular me 701 në fund dhe zhvillohet kjo bisedë. Ibrahimi, o Asmer. Asmeri, po hape atë telefon. Na kena qenë shokë, kena fol me njëri tjetrin, s'ka lezet. Ibrahimi, o Asmer, ta po folim nga afër. Asmeri, po mo Ibrahim, po. Ibrahimi, mos merr në telefon orën 1 natës. Asmeri, po të marr mo Ibrahim se çfarë janë këto punë rikash. Ibrahimi, o Asmer Bilali, ta po të sqaroj nga afër se nuk kam qef me fol në telefon me ty. Asmeri, me fol në telefon me mua se kena pas qenë si s'po flet në telefon punë rikash. Çfarë janë këto gjëra mo? Ibrahimi, o Asmer, lere telefonin o Asmer, ta po rrim nga afër e ta po i sqaroj të tana. Asmeri, po rrim, po s'ke si rrim me mua Ibrahim me këto gjëra. Ibrahimi, po ti nuk e qa rrin se nuk vjen dot te unë. Asmeri, si? Ibrahimi, unë me qef duhet me tërheq me trajle me zingjir me ardhë te unë. Nuk e ardhë. Asmeri, nuk kam ardhë te ti, s'kam ardhë për punë tjera, s'kam pas gjë me ty. Ibrahimi, unë e di pse nuk vjen ti. Asmeri, nuk di gjë ti. Ibrahimi, ta sqarova atë ditë. Asmeri, nuk di gjë mo ti o shok. Ibrahimi, o Asmer Bilali. Asmeri, nuk e di pse nuk vite ti. Ibrahimi, o Asmer Bilali. A të them një gjë, je i vogël o Asmer. Asmeri, unë i vogël? Ibrahimi, kena hangër buk bashk. Asmeri, kena hangër buk, vetëm ti s'duhet me fol jam i vogël. Vetëm ti s'duhet me fol, se ne e njohim shumë mirë njëri tjetrin. Kush jam unë e kush je ti? Ibrahimi, kush jam unë? Asmeri, po pra punë rikash ty nuk të shkon. Ibrahimi, kush jam unë mo Asmer? Asmeri, vetëm ti nuk ban me fol. Ibrahimi, ti të kesh nder me kë këndet mo Asmer, e kë ke pas shok. Asmeri, ti do të kesh pas njerë kë ke pas shok në rrath parë. Ibrahimi, dhe të të vit turp kë ke shit mo Asmer. Asmeri, kë kam shit mo, qa po thua? Ibrahimi, e të të vit turp për kush je bërë. Asmeri, qfar je duke fol mo? Ibrahimi, e në qfar je shëndru e kush je bo, je shumë i vogël. Asmeri, qfar kam bo, kë kam shitun mo? Ibrahimi, hajtë se flasim. Asmeri, po s'jam shoku jot unë mo. Pas kësaj bisede thot Spak, subjekti i përgjimit, shtetasi Ibrahim Lici, tentohet përsëri të telefonohet nga i njëjti numër, por nuk realizohet bisedë. Në orën 01:33 të datës 10 gusht 2018, subjekti i përgjimit Asmer Bilali
tentohet të telefonohet përsëri nga përdoruesi i numrit telefonik me 527 në fund. Dyshohet të jetë numri i gjyshit të Asmer Bilalit. Në orën 6:48 të po të njëjtës datë, shtetasi Arjan Zogaj, përdoruesi i numrit telefonik me 151 në fund, komunikon me përdoruesin e numrit telefonik me 907 në fund, ku i komunikon se është duke shkuar për në Shkodër. Përveç bisedave me shtetasin Behar Bajri, shtetasi Denis Brajovic ka komunikime me SMS dhe me Z me shtetasin Safet Bajri, e konkretisht SMS e orës 5:40 dërguar nga shtetasi Safet Bajri në drejtim të numrit të Denisit me përmbajtje Iga unë. SMS e orës 6:07 dërguar nga shtetasi Denis Brajovic në drejtim të shtetasit Safet Bajri me përmbajtje ku ike. Pas këtyre dy komunikimeve me SMS në orën 6:19 midis këtyre dy shtetasve zhvillohet dhe një bisedë si më poshtë. Denisi, ku ike mër? Safeti, ika me taku atë. Denisi, qa ka? Safeti, po se ka me taku unë, a e lash me taku? Denisi, kur? Safeti, sot paradite mër. Denisi, ke ik për në Shkodër? Safeti, po mër jam Shkodër. Denisi, aha, mirë. Nga bisedat e përftuara nga numri poseduar nga shtetasi Safet Bajri, por që në fakt zëri përket shtetasit Asmer Bilali, në orën 7:20 zhvillohet një bisedë me shtetasin Erja Ago si më poshtë. Asmeri, hëmo Eri. Erja, hëmër. Asmeri, a kam harru bërsedin tim të benca? Erja, Asmeri, a kam harru bërsedin tim të bensja? Erja, po e mora me vete. Asmeri, hajde shif në atje, hajde se po shif në atje. Erja, okmo. Spak thot se vrasja e shtetasit Fatbar Lici ka ndodhur rreth orës 7 dhe biseda zhvillohet 20 minuta pas vrasjes, kohë në të cilën rezulton se mjeti tip Benz me targ AA 989TE që shfaqet në vendin e ngjarjes po drejtohej nga shtetësia Erja Ago dhe nga kjo telefonat kuptohet që shtetësi Asmer Bilali është në shoqërinë e Safet Bajrit dhe bisedon me të dashurën e Safetit. Nga kjo telefonat kuptohet që personat nën hetim janë në shoqërinë e njëri tjetrit, ku kuptohet që mjeti tjetër përdoret nga Erja. Në orën 10 të datës 10/8/2018, subjekti në përgjim Denis Brajovic telefonohet nga numri telefonik me 615 në fund, roja i parkimit, me të cilën del që është përdorues shtetasi Asmer Bilali dhe zhvillon këtë bisedë. Denisi, alo, Asmeri, hëmo qa po bën? Denisi, hiç shtu flet. Asmeri, a jen shpitja? Denisi, po. Asmeri, po të kam pru makinën këtu mër, ta kam blë makinën këtu. Denisi, ku? Asmeri, e kete plumi. Denisi, mirë më vlla. Asmeri, ku është ai tjetri? Dhe i kërkon numrin e tij. Pas kësaj telefonate, shtetasi Denis Brajovic dërgon drejt numrit 615 një SMS me tekst, numri i telefonit me 555 në fund. Në orën 10:17 të datës 10 gusht 2018, subjekti në përgjim Behar Bajri telefonohet nga përdoruesi me 615 në fund, shtetasi Asmer Bilali, i cili thot se jam këtu tek plumbi. A je këtu? Të kisha lënë këto çelcat e makinës? Behari i përgjigjet që po zbriste poshtë. Në orën 12:26 po të datës 10 gusht 2018, Behar Bajri telefonohet nga përdoruesi i numrit telefonik me 195 në fund. Në bisedë sipër, shtetasi i thotë që kanë vrarë Bardh Licin dhe Behar Bajri ngelet si i habitur dhe e pyet a din gjë kush e ka vrarë dhe shpreh keqardhje. Më pas, i thot telefonuesit që ka fëmijë në spital dhe s'ka se si me ardh. Gjithashtu në bisedë sipër, telefonuesi i thot që t'i marrë në telefon. Behari shpreh se nuk jo a ka numrin e telefonit. Më pas, Behari e pyet se si është gjendja. Ai thot i shoh të bërë kukel dhe s'ka ndjenjë se kush e ka bërë vrasjen. Në fund të telefonatës, telefonuesi i thot që bashkë s'kena fol lidhur me këtë bisedë. Sipas pak, kuptohet që shtetasi Behar Bajri refuzon të telefonojë familjen Lici për ngjarjen me pretekstin që nuk kishte numër të tyre, ndërkohë që nga biseda një ditë të mëparshme ka pas telefonata me shtetasin Ibrahim Lici. Në orën 12:54, subjekti në përgjim Asmer Bilali telefonohet nga përdoruesi i numrit telefonik me 980 në fund, me të cilin zhvillon këtë bisedë. Ledio, hallo, Asmeri, hë Ledio. Ledio, ti kam rënë ja 2 herë se ke hap telefonin apo se ke një. Asmeri, se kam një, kam qenë fjet. Ledio, një gjë, a do me shku te varrimi atyne? Asmeri, kujt mo? Ledio, Bardhit.
Asmeri: unë? Ledio: në varrim të kujt? Ledio: në varrim të Bardhlicit burr, se thash. Asmeri: jo. Ledio: thash mos don me ik ti dhe po vi me ty, se a din për Ibrahimit se unë nuk i njoh. Asmeri: jo mo, e di, jo mo shoku, jo, se kena pse, a don me shkuti? Ledio: në rast se shkoni ju, në rast se nuk shkoni ju, s'po vi hiq. Asmeri: po jo, kur të vi unë po shkojmë bashk. Ledio: a mirë, po të pres, shkojmë bashk. Asmeri: prit dhe mua dhe po vi se jam rrugës. Ledio: e mirë. Asmeri: mos shko vetëm ti, anin. Ledio: Asmeri: po them mos shko ti, po them. Ledio: jo mor burr, s'po shkoj, kur të vish ti shkojmë, s'kam ç'a po bëj unë atje. Pas këtyre telefonatave, shtetasi Asmer Bilali shkon në qytetin e Vlorës dhe nuk merr pjesë në varrim dhe sipas zakonit nuk i ka shkuar as për ngushëllim familjes Lici, referuar deklarimeve të dhëna nga shtetasi Sokol Lici. Me datën 10 gusht 2018, ora 14:39, Asmeri telefonohet nga përdoruesi i telefonit me 999 në fund, i quajtur Fisnik, dhe ai i komunikon që nuk është në Shkodër dhe se është ande nga Vlora dhe nga pasditja kalon aty nga Fieri. Në orën 13:10, Asmeri komunikon me përdoruesin e numrit telefonik me 550, ku personi i kërkon që të takojë Titin, por Asmeri thotë që është në Fier dhe po ikën për në Vlorë. Nga bisedat e përftuara, thot Spak, shtetasi Arjan Zoga në momentin e vrasjes ka qenë afërsi të Lezhës për të shkuar në Shkodër, kur është telefonuar nga bashkëshorti i tij dhe i tregon që është vrarë një prej licëve. Spak thot se duke analizuar komunikimet e lartë përmendura, pamjet filmike dhe vendodhjet e personave rezulton se personi nën hetim, Behar Brajovic, i atribon vrasjen e shtetasit Boran Bërçana shtetasit Ibrahim Lici, si dhe përgatit konfliktin ndërmjet shtetasve Ibrahim Lici dhe Asmer Bilali. Ai, thot Spak, kryen komunikimet me zë të lartë që personat e tjerë të pranishëm të dëgjojnë bisedat ku Ibrahimi referon faktin se Asmeri i ka vjedhur Arjanit rikat. Pasi krijohet konflikti, Safeti thërret Asmerin që të shkojë në Tiranë në orën 9 të darkës. Pasi Asmeri vjen në Tiranë, atij i tregohet për faktin që Ibrahimi e ka quajtur atë hajdut dhe aty fillon debati ndërmjet tyre, i cili vazhdon deri në orët e vona të mesnatës. Numrin telefonik me 701 në fund, i cili është përdorur për të bërë bisedën me shtetasin Ibrahim Lici, personi nën hetim, thot Spak, Asmer Bilali, ja ka marrë shtetasit Deniz Brajovic. Ky numër është vënë në përgjim dhe ka rezultuar se përdorej nga shtetasi Deniz Brajovic dhe Behar Bajri Brajovic. Spak thot se shtetasi Mustafa Lici ka deklaruar si një ditë pasi është vrarë vëllai, është telefonuar nga shtetasi Gëzim, i cili ka qenë i pranishëm në të njëjtën kafe me Fatbar Licin. Në telefon më ka thënë që du me ardh, a jeni aty. Unë, Mustafa, i kam thënë mirë se vjen dhe ardh shibardh. Kur ka ardhur në shtëpi më ka thënë që më kanë ardhur mbrëm me një furistrat të zezë dhe më kanë thirrur ogzim. Pasi kam dalë jashtë, kam parë që në makinë ishin mbi 2 persona. Njëri prej tyre më ka thënë, quhem Timlisi, dhe i thuj licëve që gjakun e kanë te linë. Unë, Mustafa, pasi kam dëgjuar këto fjalë, i kam thënë që hajde pak më vonë, kur të jetë dhe Sokoli aty që ta dëgjojë dhe ai. Gëzimi ka ardhur sërish dhe ne, pasi ka ardhur, e kemi ulur, e kemi pirë kafe dhe të gjithë bisedën e kemi të filmuar. Shtetasi Mustafa Lici shprehet se nuk e ka besuar këtë fakt. Spak thot se familjarët e shtetasit Fatbar Lici, sipas komunikimeve të rezultuara nga përgjimet, dyshojnë se autorët e mundshëm të vrasjes së Fatbar Licit janë personat nën hetim. Nga akti i ekspertizës balistike të gzhojave të vrasjes së shtetasit Fatbar Lici, rezulton se ato janë qelluar nga e njëjta armë, ku ka qenë i dyshuar shtetasi Arjan Raja. Nga verifikimet e bëra për shtetasin Arjan Raja, ka rezultuar që të jetë lidhje shoqërore e shtetasit Gjindoj, i cili ka qenë i pranishëm në datën 9/8/2018. Shtetasja Erja Ago, e cila është e dashura e shtetasit nën hetim Safet Rustemi Bajri, ka deklaruar se gjatë kohës që ka ndodhur ngjarja, vrasja e shtetasit Fatbar Lici ka qenë në Tiranë dhe se nuk ka qenë në Shkodër, si dhe nuk e ka përdorur asnjëherë makinën e shtetasit Asmer Bilali. Nga dhënat e përftuara, thot Spak, nga përgjimet dhe tabulatet e numrit telefonik celular që ka disponuar kjo shtetase, rezulton e kundërta. Pra në dëshminë e saj, shtetasja Erja Ago nuk tregohet e sinqert dhe lind dyshimi që kjo shtetase është në dieni të ngjarjes që ka ndodhur. Shtetasi aktualisht i ndjerë, Gjin Ndoj Boriçi, është pyetur në cilësinë e personit që tregon rrethanat hetimit,
ku ka deklaruar se ka lidhje të ngushtë shoqërore me shtetasin Arjan Raja, i cili aktualisht ka kohë që qëndron në Itali. Ka lidhje shoqërore me shtetasit Behar Bajri dhe Deniz Brajovic dhe ka njohje me shtetasit Safet Bajri Rustemi, Asmer Bilali dhe Arjan Zogaj. Një ditë para se të vritej shtetasi Fatbar Lici, ky shtetas ka qenë në Tiranë në shoqërinë e Beharit dhe Denisit dhe kanë qenë duke drekuar tek lokal Koloseo që ndodhet në afërsitë Zogut Zi. Gjatë kohës që po drekonin, ka ardhur dhe shtetasi Arjan Zogaj. Nuk mban mend në lidhje me bisedat që mund të jenë bërë në atë drek. Sqaron se pas drekës ka shkuar tek Spitali Amerikan 2, pasi atje ishin të shtruar fëmijët e Beharit pasi ishin sëmur. Më pas kanë shkuar tek shtëpia e Denisit, e cila ndodhet në afërsitë e liçenit të thatë. Në orët e vona kanë shkuar tek lokal Desharm, e cila ndodhet në afërsitë Tiranës Re. Në atë lokal kanë qenë të pranishëm dhe shtetasit Safet Rustemi Bajri, Asmer Bilali, Arjan Zogaj dhe Behar Bajri, Deniz Brajovic, si dhe disa femra që ishin dhe të dashura të këtyre shtetasve. Kanë qëndruar deri në orët e para të mëngjesit, më pas kanë shkuar në shtëpinë e Denisit dhe kanë rënë të pushojnë. Kur është zgjuar pasdite ka marrë vesh se është vrarë Fatbar Lici. I pyetur në lidhje me ngjarjet e tjera të ndodhura në qytetin e Shkodrës, ky shtetas ka deklaruar se ka pas marrëdhënie shumë të mira me shtetasin Boran Berçana dhe e ka quajtur vlla. Ka njohje me të gjithë anëtarët e fisit Lici. Gjithashtu, thot SPAK, nga të dhënat e siguruara nga aktet që i përkasin procedimit penal numër 9 vitit 2023 të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe të krimit organizuar, evidentohet konflikti i ashpër midis familjes Bajri dhe familjes Lici, ku në bisedat e kryera nga personi nën hetim Behar Bajri, përdorues i platformës së enkriptuar Sky ICC me 2 kode, me përdorues të tjerë si Plum Gjoka, posedues dhe përdorues i Sky ICC, Asmer Bilali e tjerë, personi nën hetim Behar Brajovic Bajri shprehet se do të marrë hak për vrasjen e Boranit. Target kryesor për të vrarë nga grupi i Behar Bajrit është shtetasi Ibrahim Lici dhe pjesëtarët familjes së tij. Pasi këtij të fundit, kuptohet nga bisedat, i atribuohet vrasja e shtetasit Boran Berçana. Objekt hetimi dhe aktualisht gjykimi i procedimit penal numër 9 të vitit 2023 është dhe gjykimi i akuzës për sigurimin e kushteve dhe mjeteve për të realizuar vrasje në dëm të shtetasit Ibrahim Lici. Personi nën hetim Behar Brajovic në ato komunikime shprehet se nuk di kush e ka bërë vrasjen e shtetasit Gjim Boriçi, por dyshon tek Lic, si dhe tek personat e tjerë në Laç apo Fushkruj, me qëllim për të shmangur dyshimet ndaj tij. Ndërsa me shtetasin Plum Gjokën shprehet në lidhje me faktin se është mirë që këtë vrasje t'ia atribuojnë Ibrahimit, duke i lidhur vrasjen e Gjinit me 2 vjetorin e vrasjes së shtetasit Fatbar Lici, në një kohë që ai e ka kryer vetë. Konkretisht me datën 15 i pari të datës 10 gusht 2020, shtetasi dhe personi nën hetim Behar Brajovic komunikon me Plum Gjokën dhe Behari i tregon që iga tek shtëpia dhe e takova, ndetëm ja 1 orë dhe ikëm. Plumbi shprehet se duhet me shpërndat tym, duke insinuar se me që janë bërë 2 vjet nga vrasja e Bardlicit, mos e kanë vrarë Lic kry më kry, duke ju referuar bisedës me një person të tretë. Shtetasi Arjan Zogaj ka deklaruar se ka qenë në Tiranë një ditë më parë se të vritej shtetasi Fatbar Lici dhe ka drekuar me shtetasin Behar Bajri dhe Deniz Brajovic në një lokal në afërsitë të Zogut Zi. Më pas kanë shkuar në një lokal me muzikë dhe aty kanë qenë të pranishëm dhe Behar Bajri, Safet Rustemi, Deniz Brajovic, Asmer Bilali, gjindoi dhe disa femra të dashura të këtyre personave. Ai ka deklaruar gjithashtu se atë natë në lokal me muzikë ka ndodhur dhe një sherr dhe ka qenë shtetasi Asmer Bilali, i cili është goditur me disa persona në atë lokal. Në dëshminë e tij, Arjani ka sqaruar se ka dalë nga ai lokal rreth orëve të para të mëngjesit dhe pasi janë ndarë, është nisur për në qytetin e Shkodrës. Gjatë rrugës është njoftuar se është vrarë Fatbar Lici, por nuk ka dieni se kush mund të jenë autorët e kësaj ngjarje. Në lidhje me marrëdhëniet me fisin Lici, ka deklaruar se i ka të mira. I pyetur në lidhje me humbjen e rikave, ka deklaruar se nuk ka dieni se kush ja ka vjedhur. Ka pas dyshime të shtetasit Sidrit, por që nuk i ka gjetur akoma. Nisur nga deklarimet e shtetasit Arjan Zogaj, thot SPAK, konfirmohet se këtij shtetasi i kanë humbur 2 rika dhe se dyshimet i ka pas të shtetasi Sidrit, ndërsa nga transkriptimi i bisedës së zhvilluar midis shtetasëve Behar Bajri dhe Ibrahim Lici, flitet se vjedhjen e kanë bërë stetasi Asmer Bilali. Gjithashtu, ky deklarim na sqaron faktin, thot SPAK, që kanë drekuar dhe janë takuar më pas me shtetasit dhe më sipërm dhe kanë qëndruar deri në orët e para të mëngjesit në lokal me muzikë,
por mohon faktin të ketë pas biseda në lidhje me humbjen e rikave. Pra mohon faktin që humbja e rikave të tij ishin dhe piknisja e debateve të ashpra midis Asmer Bilalit dhe Ibrahim Licit. Për vrasjen e Fatbardh Licit, SPAK thot se sipas proces verbalit të kthyrjes së pamjeve filmike, shoqëruar me të dhënat e marra nga Google Maps, rezultojnë të pasqyruara si më poshtë vijon. Në orën e kamerës 6:40 minuta, një automjet i cili në vijim të kësaj kthyrje do të emërtohet automjeti 1, në dukje ngjyrë zezë me disje alumini ngjyrë gri të rrotave, në dukje Mercedes-Benz S220, del nga rruga Mustafa Dervishi në kryqëzim me rrugën Dasho Shkreli dhe parkohet në anën e trotuarit në të majt përballë kameras në drejtim të sheshit Ura e Maxharit. Ky automjet në dukje vëret se ka targa shqiptare AA 339, dy gërmat e fundit të së cilës nuk dallohen. Më pas ky automjet fiket dhe prej tij dalin dy persona të cilët shkojnë dhe ulën në dukje te karriket e njërës tavolin te kafeneja përballë kameras. Këta persona në vazhdim të kësaj qyrje do të emërohen personi 1, ai që është drejtuesi i automjetit dhe personi 2 pasagjeri i automjetit. Në orën e kamerës 7:02 minuta 47 sekonda. Një automjet i cili në vijim të kësaj qyrje do të emërtohet automjeti 2, në dukje ngjyrë gri me disje alumini të rrotave, në dukje ngjyrë gri, disje, në dukje kanë 7 hapësira të ndarjeve nëpërmjet metalit. Model në dukje si Mercedes-Benz C-Class, në dukje me xhama të zi, në dyert e pasme. Vjen e del nga rruga Mustafa Dervishi në rrugën Dasho Shkreli dhe vazhdon lëvizje në drejtim të kundërt të sheshit Ura e Maxharit, duke lënë kamerën nga pas, derisa del nga fushpamja e kamerës. Në orën e kamerës 7:02 minuta 47 sekonda, vëret se dy personat, personi 1 dhe 2, që kishin ardhur me automjetin 1, të cilët ishin ulur në lokalin përballë kamerës, ngrihen nga tavolina ku ishin të ulur dhe kryejnë lëvizje në dukje për të ikur drejt automjetit. Gjatë kësaj kohe, personi i parë vërehet në dukje që kur por largohet nga ambienti me tavolina për të dalë në rrugë në drejtim të automjetit të tij, gjatë kësaj kohe ai komunikon me personin që është i ulur në të njëjtën tavolinë që do të emërtohet personi 3. Vërehet se me personin 3 është dhe një person tjetër në tavolinë i ulur. Në orën 7:03 minuta 31 sekonda, vërehet se në pjesën e sipër me të pamjeve filmike të kameras shfaqet pjesa e përparme me një automjeti në dukje ngjyrë gri si Mercedes-Benz C-Class, i ngjashëm me automjetin 2 i cili ndalon. Ky automjet do të emërtohet në vazhdim të kthyrjes automjeti 3. Në momentin e ndalimit të këtij automjeti, personat që janë tek lokali bëjnë lëvizje të nxituara të menjëhershme, si ajo e lëvizjes së trembjes së tyre. Personi 1 që është në rrugë afrohet me nxitim drejt lokalit dhe gjatë lëvizjes bën ulje korrusje të trupit, në dukje sikur trembet dhe vërehet se koka e tij është e drejtuar me shikim nga vendi ku ka ndaluar automjeti 3. Personi 2 nuk dallohet çfarë lëvizjesh bën, pasi kamrat nuk ka fushpamje të tij, duke qenë se është i pozicionuar në rrugë pas pemës që ndodhet në trotuar, por vërehet se pasi del në fushpamje, lëvizjet e tij janë normale dhe pastaj dhe pamja e tij është drejtuar nga automjeti 3. Më pas dhe personi 2 lëviz në drejtim të lokalit prej nga ishte ngritur më parë. Personi 3 dhe personat e tjerë që gjenden të ulur në karrikët e lokalit në trotuar ngrihen dhe të gjithë kthejnë shikimin në drejtim të vendit ku është parkuar automjeti 3. Kur ora e kamerës shënon 7:03 minuta 37 sekonda, për 2 sekonda në duke vërehet sikur dera e pasme anës së djathtë të automjetit 3 është e hapur dhe në moment që do të niset në orën 7:03:41 sekonda, vërehet sikur kjo derë e pasme mbyllet. Sapo automjeti 3 fillon lëvizjen, merr shpejtësi të lartë në drejtim të sheshit Ura e Maxharit, përballë kamerës dhe kalon në të gjithë rrugën që shfaqet përpara kamerës. Në këtë pamje, vërehet se xhamat e dyerve të pasme ky automjeti ka të zeza. Goma e pasme e anës së djathtë vërehet se është në dukje prej metali ngjyrë zezë dhe pa mbulesë të diskut, ndryshe nga goma e parë e anës së djathtë që në dukje është me disk alumini ngjyrë gri me 7 hapësira të ndarjes së metalit, në dukje të ngjashme me disjet e automjetit 2 përshkruar më sipër.
Targa e këtij automjeti nuk dallohet, pasi mbi të bie rrezja e diellit dhe pasqyrohet drita, duke bërë të pamundur të dallohet. Mbrojtëset e diellit nga brenda xhamit janë të ulura, duke mos bërë të mundur të vërehet fytyra e shoferit. Në dukje kur kalon pranë kamerës, në ulsen e anës së djathtë përpara këtij automjeti nuk qëndron asnjë person. Në dukje, personi që drejton automjetin 3, me aq sa mund të dallohet, ka veshje të errët në trup. Personi 3, i cili ishte i ulur me personin 1 dhe 2 në dukje nga lëvizjet që bën, shfaqet i shtangur pasi vërehet se shkëput pamje nga vendi ku kishte ndaluar automjeti 3 dhe mbështetet pak çaste një sens si shtyll anës rrugës. Më pas kthehet në anë të kundër të vendit ku ndalon automjeti 3 dhe mbështetet mbi një karrike në dukje për disa çaste. Në orën 7:19:04 sekonda, vëret se personat që vazhdonin të ishin tek lokali largohen dhe automjeti që qëndroni parkuar në rrugën në të majtë të kryqëzimit, ngjitur me lokalin që në vazhdim të këqyrjes do të emërtohet automjeti 4, vazhdon të lëviz për t'u larguar në drejtim të sheshit Ura e Maxharit. Ky automjet vërehet në dukje se është Mercedes-Benz C-Class me portobagazh ngjyrë gri, në dukje me xham në pjesën e parë të tavanit, me disqe ngjyrë gri si ato të aluminit, që me sa dallohet e ka targën AA837SH. Më pas vërehet se 2 personat mbledhin karrige dhe tavolinat e lokalit në trotuar dhe e mbyllin atë. Personat që gjendeshin aty largohen të gjithë. Në orën 7:20, një automjet i cili në vim do të emërtohet automjeti 5, në dukje Mercedes-Benz model CL, ngjyrë bardhë, në dukje me disje alumini ngjyrë gri me 5 rreze, me xhama në dukje ngjyrë të zezë, në dukje me baxha mbi tavanin e makinës, vjen nga sheshi Ura e Maxharit dhe lëviz në drejtim të kryqëzimit të rrugës Dasho Shkreli me rrugën Mustafa Dervishi dhe duke vazhduar lëvizjen në rrugën Dasho Shkreli. Targa e automjetit nuk dallohet.